Kryeministri Edi Rama ka vendosur që të bëj kryeinspektor të përgjithshëm zotin Dash Sullo, marrë ky nga radhët e Partisë Demokratike. Për të folur mbi këtë vendim të fundit të zotit Rama, por edhe pranimin të zotit Dash Sullo për të bërë pjesë e qeverisë, kam të ftuar në një lidhje direkte analistin e njohur zotin Fatmir Markoçi. Zoti Markoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit dhe juve. Zoti Markoçi, si e pa këtë lëvizje të Ramës dhe çfarë po ndodh realisht me radhët e Partisë Demokratike? Lëvizja e Ramës është lëvizje e pritshme, pasi Rama kërkon në çdo kusht të forcoj pozitat e tij nëpërmjet personave të cilët Partia Demokratike mendon se nuk do t'i sulmojë më, apo do të laj themi fytyrën e tij me këto lloj lëvizjes, ashtu siç bëri dhe me lëvizjen e fundit të Dash Sulës, duke emëruar kryeinspektor, vend të cilin e lën nga Hajdari, që u emëruar prefekti i Tiranës. Kështu që këto janë lëvizjet e Ramës për të mbajtur pushtetin e tij dhe për të treguar tashmë që është ai pushteti i hapur, apo për t'u rikthyer asaj deklarate të cilit bëri pas fitores së tij, ose marrjes mandatit më mirë themi të tij, kur tha që do t'i hapin derën çdo demokrati, nuk do t'i ishte nga puna. Dhe kjo nuk është e hera parë, por niveli i përfaqësimit është niveli i lartë, domethënë, sepse ka pasur shumë të tjerë që janë larguar para Dash Sulës, qoftë ajo drejtoresha e Elbasanit, e Spitalit Elbasanit, apo ata të Vlorës. Ka pas shumë lëvizje, domethënë, gjëra që po të themi niveli 2 apo niveli 3, ka pasur gjatë kësaj periudhe kohë shkarje nga Partia Demokratike. Të vjen keq se tregojnë atë që e kam thënë gjithmonë, që Partia Demokratike nuk është, ka humbur atë partinë e idealit, atë partinë të djathtës, sepse një e djathtë nuk e bën kurrë atë që mund të bashkohet në mënyrë individuale. Flasim se partitë në rrethana dhe në kushte të tjera, për shembull, mund të bëjnë edhe një bashkim fluid, por ky nuk është momenti për të bërë bashkim fluid, në të njëjtën kohë që gjithë opozita e ngritur, gjithë populli kërkon me çdo kusht largimin e Ramës nga pushteti dhe dërguarjen para drejtësisë. Ndodh një fenomen që një deputet, se Dashit realisht nuk është një person i panjohur, nuk është se s'ka qenë deputet i Partisë Demokratike, se është ndër vite deputet i Partisë Demokratike. Dhe del pastaj ajo që çdo gjë që ka thënë për Ramën, domethënë ka qenë fut sapuni, ka qenë mashtrimi i vetë demokratëve apo antarëve të Partisë Demokratike, ata që e kanë votuar për kaq vjetësh Dashin. Por është tek e fundit pastaj është edhe ajo pjesa zgjedhje personale e tij, që nga inati kemi çik kështu ne si popull, atë që nga inati si me vjerë themi shkoj me premë Mullixhiun. Kështu që duke pa që Partia Demokratike aneksoi e bëri, nuk e përfillit themi, atëherë bëri këtë lloj lëvizje. Por nga pikpamje personale mund të thuash që është një hakmarrje karshi vendimeve të Partisë Demokratike që ka marrë Partia Demokratike, por në politik nuk është personalja ajo që paraprin, është morali, është ideali që ti ke, që e futur në atë grupim që ke marrë nga i grupim se tek e fundit. Në fund fare, po ta marrim atë fundoren, do të themi se Dash Sula vërtet ka qenë dikur prokurore, më the tash, por gjithë njohin, gjithë atë e ka bërë kur bë deputeti i Partisë Demokratike, aty mori emrin, mori njohjen më të madhe, nga ajo njohja lokale, themi, u bën në një njohje kombëtare, kështu që prandaj edhe kjo lëvizje bjen pak ndesh me momentin, flasim që jemi, sepse jemi në atë momentin kur thash populli pret që Rama të largohet nga kjo dhe jo t'i japësh një dorë, themi, një frymëmarrje që Rama ta përdori.
Zoti Merkoçi, as kjo një lëvizje e Ramës për të thënë që unë shkoj për te radhave të mi dhe ndoshta edhe për të thënë që pavarësisht se s'ka opozit, unë eksponent të ndryshëm të opozitës i marr afër vetes dhe i vendos në krye detyrave? Rama unë kam thënë do bëj çdo lloj lëvizje, sepse Rama duhet të qëndrojë në atë post në çdo lloj mënyrë, çdo lloj forme dhe me çdo lloj çmimi. E kam rithënë dhe thënë disa herë këtë, dhe këto janë ato manovra që Rama bën për të treguar në opinionin publik, apo qoftë edhe në arenën ndërkombëtare, të themi, atje ku ai troket, që unë jam e hapur, kam pjesë të opozitës, e kam të përfshirë në qeverinë time. Kështu që kjo është hapi parë që Rama bën me një lëvizje tjetër. Do të shihni se Rama do të bëjë edhe lëvizje tjera. Do bëjë edhe lëvizje tjera, po nga Partia Demokratike, eksponent Partisë Demokratike do t'i marrë dhe do t'i joshin me poste të qeverisë ku ai drejton. Kështu që nuk më duket në një më tepër Rama unë e shoh në atë gramat e fundit të tij, i cili mundohet kapet pas disa veprimeve të cilat nuk tregojnë as forcën, as dinjitetin e vet kryeministrit, por tregojnë atë dobësi që ai ka dhe gjendjen e tij psiqike, nga pikpamja politike flasim gjithmonë, gjendjen e tij psiqike që ka. Domethënë është psikologjikisht Rama është i rënë, edhe vet Rama është i rënë dhe po kërkon rrugë të ndryshme, siç ndodhi për shembull me vajtin në Itali, ku ai në paturpsinë e tij, mund të them, ulet edhe kërkon falet para zojës mirë për të shpëtuar Shqipërinë. Në një të kohë kur ai e ka shit Shqipërinë, në një të kohë kur ai e ka dorëzuar Shqipërinë tek bandat, tek krimi, tek droga, e ka dorëzuar Shqipërinë tek oligarkët, apo e ka dorëzuar Shqipërinë duke ndërtuar mafia në shtet. Këto janë ato gramat e fundit të tij, e kuptoj që ai bën këto lloj lëvizjesh për të marrë atë, duke parë që qoftë edhe nga pikpamja diplomatike, politike, ndërkombëtare, Rama ka rënë, nuk ka më asnjë lloj mbështetje dhe tash mundohet të bëjë këto lloj lëvizjes për të bërë ato bumet dhe për të hequr pak atë vëmendjen, ku gjithë duhet ta kishin vëmendjen tek komisioni i mandateve, mbledhja e komisionit mandate, apo tek vendimi i gjykatës kushtetuese, për sa i përket asaj që shqiptarët në zi e presin dhe drejtësia duhet të flasi për heqjen apo dhënien leje të arrestimit të Belinda Ballukut. Dhe ky është ai momenti që ky bën këto lloj lëvizjesh për të shmangur asaj çfarë është kryesorja në Shqipëri, se duhet të kuptojmë që kryesorja në Shqipëri është drejtësia. Shqiptarët presin drejtësinë, dhe këtë drejtësi jo se e presin nga Spaku dhe i kanë drejtuar syt ke Spaku, se kanë dhe i besim madh tek Spaku, por është e vetmja shpresë, themi, që kanë ngelur, ku shqiptarët besojnë se do të vendosë dhe drejtësia të paktën për oligarkët e mëdhenj apo për pushtetarët apo nivelin e lartë, sepse korrupsioni në Shqipëri, varfëria, shpopullimi janë gjëra të prekshme. Tash sa herë ti themi duken sikur i përsërisin të njëjtat fjalë që i themi gjithmonë. Por këto janë evidente dhe tashmë në një kohë ku shqiptarët presin pra të veprojë drejtësia, Rama bën këto lloj lëvizjesh për të shmangur tashmë të gjithë mediat, gjithë do merren tashmë me emrimin e Darsulës, pse e pranoi dhe si e pranoi, si e afroi, si e bëi. Por Rama ka kaluar gjithmonë me këto. Nuk është se nuk ka luajt. Ai me opozitën ka luajt gjithmonë. Ka gjetë këto partitë e vogla, partitë e reja, ajo deklaratë që bëri dhe ai llapa që bëri, që tha që ka afruar postin e zëvendës kryeministrit, këto vazhdojnë, domethënë komunikimin, kjo tregon se kanë komunikim mes njëri tjetrit, dhe kur ke komunikim tregon se ke edhe një afërsi pastaj. Pavarësisht se e quan kundërshtar, por ke një afërsi për sa kohë ke komunikim. Dhe kjo tregoi edhe me emrimin e Darsulës. Dashi ishte ai që tha që unë nuk pranoj, domethënë,
kur u fol se para një muaji kur u fol që do vendosësh Dashi doja nuk pranoj që të jem pjesë e kësaj, por çuditërisht pas ka pranuar domethënë këtë lloj pozicion. Zot Merkoçi ka pasur një vizitë të zotit Niko Peleshi në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Si u duket kjo vizitë dhe po themi ka pak muaj që zoti Peleshi është kryetar kuvendit, megjithatë shkon në Amerikë, ndërsa zoti Rama ka disa vite që nuk po shkon dot në Amerikë. Pra ka ndonjë lloj ngërçi këtu? Vizita e Peleshit. Për sa i përket Ramës njëherë, Rama unë ja u kam deklaruar me kohë, qysh para kur u bë KB-ja, që Rama nuk shkel në Amerikë. Kjo është taksative. Pavarësisht nga ato që trumpeton Rama dhe që thotë Rama. Për sa i përket Peleshit, më duket njësoj si ajo vizita Gramazurqit kur vajti në Amerikë kur ishte kryetar kuvendi. Dhe duhet kuptojmë një gjë. Amerika thret si post dhe jo si individ. Pra, përfaqësimi i Shqipërisë duhet të jetë në një post, në një rang, në një nivel të caktuar. Dhe me sa duket kam preferuar që niveli caktuar i përfaqësimit të Shqipërisë të jetë me kryetarin e kuvendit, duke qenë se kryetari i kuvendit është themi numri 2 i vendit apo numri 1 në kushtetut si institucion. Sepse si individ vjen presidenti, po si institucion është kuvendi si jemi republikë parlamentare, kështu që vendi parë është i parlamentit. Kështu që ata kanë zgjedhur të thrasin kryetarin e kuvendit dhe jo Niko Peleshin. Niko Peleshi shkon sepse është në pozicion kushdo që tjetë. Por dy janë lëvizjet që bën në Amerika. Mesazh para Rama është anashkaluar totalisht nga çdo lloj takime dhe çdo lloj komunikimi me administratën Trump themi. Dhe të gjithë takimet janë bërë me nivele të dyta. Ajo që ndodhe edhe në opozitë, edhe në opozitë e njëjta gjë është. Nuk është se kemi opozitën të fortë, nuk kemi se kemi një opozitë që ka një bashkëpunim real, tash të shkosh për lutet e mëngjesit në Amerikë, edhe ta trumpetosh si takime, si kur ne po bëjmë, jemi këtu dhe na ka ftu Amerika, kjo është pesë. Lutja e mëngjesit dihet që për të vajtë në lutjet e mëngjesit nuk është në filozofi e madhe, do paguash ca para dhe do shkosh atje, bësh atë, se kështu funksionon Amerika në këtë lloj forme. Por jo se është një ftesë zyrtare e takimit, se të shkojë një kryetari i parlamentit themi në Amerikë dhe mos bëj asnjë lloj takimi me askënd, flas gjithmonë për administratën e Trumpit, më duket pak e çuditshme. Ti të shkosh takosh, domethënë bësh lutje, të shkosh vetëm për lutjen e mëngjesit, një ritual i përvitshëm. Dhe atje nuk është se janë vetëm këta të Shqipërisë, atje janë nga gjithë bota, thash, paguaj paratë dhe shko atje, se nuk është në gjë e madhe, një kongresmen, një senator, mund ta bëjë të ftesën edhe mund shkosh atje, nuk ka asnjë gjë të keqe, thash, mjafto të paguash ato lekë dhe do të shkosh, do të ulesh atje. Por nuk të sjell ndonjë dobi në aspektin politik dhe diplomatik. Pash edhe Spiro Pali që kishte vajt, bënte një foto atje se Trumpi po fliste atje në televizor. Këto njësoj, sikur tash i tjetë Trumpi duke folë në këto moment në televizor, bëj foto e them kam qenë me Trumpi. Këta janë kinezërit e politikës shqiptare. Prandaj unë këta gjithmonë që para politik, nuk janë politikanë. Sepse këta takojnë dikë ke rruga dhe e shesin sikur ai është koka e Amerikës. Takoj një kongresmen aty në 500 sa kongresmen që ka Amerika, takove një kongresmen aty nuk është në qamet i madh, mund ta takosh edhe në rrugë. Ta e shesin si politik, sikur kanë marrëdhënie të shkëlqyera me Amerikën në të njëjtën kohë, kur ajo që është kryesorja, është që kryetari i Partisë Socialiste, kryeministri i Shqipërisë, i cili ka të gjithë pushtetet në dorë, vjen puna, nuk ka asnjë lloj takimi, domethënë asnjë lloj afrimiteti. Edhe ato që pati
me Ivanka Trumpin ishte një maskarallik që bëri, domethënë, arriti deri në atë nivelin më të ulët të logjikës apo të inteligjencës, duke thënë që unë nuk shkova në takim me Trumpin se rujta gocën e Trumpit. E kupton se do vite goca Trumpit do e rute ky në Shqipëri. Këto janë ato nivelet politike tepër të ulta. Këta mundohen të përdorin çdo lloj gjëje, të mashtrojnë, të gënjejnë, të bëjnë në paftyrsinë e tyre, të bëjnë çdo lloj gjëje vetëm për treguar që ne kemi, pra mos më duket çudi që Niko Peleshi marrë fotografi në dorë, dali me fotografinë e Trumpit e thotë bëra takim me Trumpin. Ky është niveli i ulët shumë, por në lutjen e mëngjesit nuk jep ndonjë impakt qoftë politik, qoftë diplomatik. Ajo thash është një ritual i përvitshëm që e bën Amerika, dhe nuk ka ndonjë peshë të madhe, dhe kur të vinë këtu në Shqipëri të jeni të bindur që të gjithë, pa përjashtim, qoftë pozitë, qoftë opozitë, do bëjnë sikur kanë bërë namin atje, sikur janë taku këta me ata, i kanë prit me duar hapur, shqyr që erdhët t'ju, që t'ju takojmë ne juve, do fillojnë pastaj dhe do flasin se ne folëm kështu edhe jemi kështu e marrëdhëniet e njërën tjetër. Pra, politik boshe më mirë themi, por nuk është në një ashtu. Niko Peleshi ka vajtë si kryetari i kuvendit, me që Rama nuk shkon, përfaqësues, ka që absolutisht asgjë. Po edhe po nuk shkove te lutjet e mëngjesit, nuk është në një gjë e madhe. Ose të themi, nuk është në një protokoll shtetëror që ti duhet të jesh patjetër atje se të ka ardhur një ftesë, duhet të jesh patjetër. Atje duhet të paguash që të shkosh. Ta kanë pagu, kanë vajtë. Ka që thjesht. Zoti Merkoçi, në një nga këto foltore që bën zoti Berisha, ka pasur një reagim të djalit të Kololdashit duke shprehur pak kënaqësinë lidhur me mënyrën si organizohen foltoret dhe me një ndryshim duke propozuar, po themi, ndryshim të mënyrës se si organizohen dhe kush flet realisht në foltore dhe qasje ndaj këtyre, po themi, aktiviteteve. E megjithatë duket se, po themi, propozimi i tij nuk u mor parasysh dhe vazhdohet e njëjta strategji. Po e fillum bisedën, çuni këti, goca këti, djali këti, nipja këti, kemi rënë nivel të ulët pastaj. Nuk diskutohet në këtë lloj forme, çuni këti apo djali ati. Për sa i përket asaj foltore janë bërë zëra, ka pas zëra shumë të fuqishëm dhe shumë aktiv, të cilët e kanë kritikuar. Atë lloj mënyre se si është bërë. Për shembull kam thënë foltore në rrugë nuk bëhen. Foltoret bëhen në salla, nëse do ta bësh do e bësh në sallë. Mirë po, ajo foltore, themi të drejtën, ajo ngeli. Si puna e saj kur lua domino ngeli do bëj gjashtë në dorë, sepse ajo u nis për protestë, nuk u nis për foltore. Duke parë sepse nuk kishte domethënë masivitet, nuk kishte njerëz. Atëherë ktheu dhe tha, jo, kjo do jetë foltore, nuk do jetë protestë. Dhe kështu që aty pastaj në ato foltore nuk mund të thuash pastaj se kush foli dhe kush bëri. Aty ka një problem shumë i madh. E para është që ata që flasin duhet kalojnë te filtri i partisë normale, gjë më normale, nuk është gjë e hapur. Dhe gjë e dytë, të gjithë që flasin duhet të jeni të bindur, gjithë që flasin janë anëtarë të Partisë Demokratike, nuk është se kanë dalë nga rruga, ka ardhur një qytetar, ka marrë mikrofonin dhe ka folur. Dhe të gjithë, unë them se kanë edhe një skenar, për sa kohë aty të gjithë që flasin me letra dhe të gjithë janë të kontrolluar për sa i përket atyre fjalimeve që mbajnë apo personat të cilët duhet dalin në ato foltore, se unë nuk kam parë në një që të ketë dalë rastësisht edhe të ketë dalë dhe të ketë folë aty. Aty të gjithë janë antarë të asaj partie. Kështu që nuk ka ndonjë vlerë se e tha ky apo e tha ai. Dhe që të bësh pastaj një kritik apo një sugjerim, duhet të japësh edhe një zgjidhje, duhet të thush edhe se si bëhet. Pra vetëm ankime nuk bëhen, nuk janë vetëm ankime, por duhet të jetë domethënë një zë që Berisha duhet ta dëgjojë. Se tek e fundit duhet kuptojmë një gjë që të gjitha ato skenare e luan Berisha, nuk e luan njëri tjetër. Të tjerët janë edhe pjesa enturazhit të cilët e plotësojnë. Po çdo gjë aty e bën Berisha. Aty nuk kemi se komandon dikush tjetër apo Berisha erdhi
erdhi si kryetar partie në këtë foltore, pa e ditë se çfarë ndodh. Pa e ditë se si do jetë skenari, pa ditë se çfarë do bëhet. Pra të gjithë ata që janë aty rrotull asaj aty podiumit themi, të gjithë ata që janë rrotull, të gjithë janë në survejimin e njëri tjetrit duke pasur parasysh se të gjithë kanë një skenar të përbashkët. Prandaj thash, nuk shoh në një zë, edhe kur po ta dëgjosh në një zë, themi gjoja kritik aty është brenda atij kuadrit për të thënë që dëgjosh se ka dhe një zë po deri këtu, jo më lart. Nuk ka më lart aty, deri aty. Janë ato thënet për shembull që ne duhet bëjmë protestë, po duhet të rrim gjithmonë aty, ne duhet të jemi këtu, po duhet të jemi. Edhe në të foltore më tepër më duket si një foltore e cila dalin njerëzit për të qarë, për të ankuar. Dhe nuk kam pa në një foltore ose në një folës aty, të cilit t'japi rrugën e zgjidhjes, t'japi një alternativë, të ngrej një kauz apo të diskutoj diçka që është prekshme për vendin dhe për kombin. Për sa i përket për të sharë Ramën, është gjë më normale. Dhe nuk është një virtyti madh pse e shave Ramën. Virtyti i madh është nëse ti godet dhe jep rrugën e zgjidhjes se si zgjidh. Edhe alternativën. Po nëse ti del në foltor dhe shah Ramën, shah këtë, shah atë, bëj këtë, ankohu për këtë, pse s'na jep këtë. Në momentin që unë kam dalë në protestë, se kjo ndodh edhe në protestë. Në momentin që unë kam dalë në protestë, nuk kam më pse ankohem, pse s'm ke dhënë këtë, pse ke vjedh këtë, pse për këto kam dalë. Për çfarë do ankohem unë tani? Ti them Ramën, pse ke vjedh ti, pse ke bërë ti këtë, pse ke bërë atë. Po unë për këtë pra kam dalë në protestë. Dhe nuk duhet të jetë kjo baza. Mirë po, këta e konsiderojnë në këtë lloj forme, dhe kjo lloj forme pastaj ka bërë atë që njerëzit i ka lodhur. Me drejt edhe i biri Kolit e kërkon këtë. Se është aty te forumi rinor, po të ta ngrej ke forumi rinor. Duhet shohit, duhet sjellë rinin aty, rinin nuk ka. Pra, forumi rinor aty nuk ekziston. Është inekzistent. Edhe në protesta e forumi rinor është inekzistent. Megjithëse kanë kryetarin e kanë deputet, s'ka është inekzistent si forum. Nuk ka gjallëri, nuk ka aktivitet, nuk ka absolutisht asgjë. Dhe çdo gjë duhet vjedhë dhe duhet ta bëjë te Berisha. Edhe kur ankohen ke Berisha. Unë nuk e di pse duhet të ankohesh ke Berisha në të njëjtën kohë që ka forume. Pra këta nuk njohin funksionin e partisë. Ta vazhdojnë akoma me unin e partisë. Dhe kjo është e keqja PD-s. Tu fillon ajo shkarja që ka bërë PD-ja. Se gjithë i drejtohen unit. Gjithë i drejtohen kryetarit. Nuk ka, domethënë, ai vjen protest, dhe llavi parë është faleminderit doktor profesor Sali Berisha. Se nuk e di pse duhet ta thuash. Për çfarë faleminderit? Domethënë, ta nuk kanë koncept. Po jam mësuar me atë që duhet çdo gjë i pari. Po nuk thash doktor profesor, nuk quhesh. E kanë mani për të dukur, për nuk di se ç'është kjo lloj manie. Dhe vazhdojnë akoma me këtë lloj foltore. Rezultati deri tani nuk ka qenë absolutisht asgjë. Zero. Foltorët thash bëhen nëpër salla, diskutojnë, partia mund të bëj takime, i qua foltorë, le t'i quaj. Si dojë, për mua janë thjesht takime që ti mund të bësh me bazën, ti mund të bësh me antarësinë tënde. Unë foltorët do ta quaj nëse ti futesh në një sallë dhe në atë sallë ka grupime të ndryshme. Ka qytetarë, të cilët nuk janë antar partie. Mund të jenë me bindje të djathta, konservatore, të majta, të qendrës tu, por nuk janë antarë të tu. Dhe këta
këtu mund bisedohet me ta. Dhe këtu mund të dalim pastaj se çfarë ndodh. Po një foltore që del atje dhe shajë Ramën, ç'a kuptimi ka? Se ti s'më ke dhënë këtë, ti s'më ke dhënë këtë, këto i dinë gjithë. Problemi është e rruga, te alternativa. Prandaj edhe vinë edhe zvoglohet numri i njerëzve. Pikërisht nga kjo lloj forme e të bëri. Se nuk shoh në një formë tjetër që shoh që të ketë një reagim tjetër. Po sa i përket kësaj nismës së fundit për të bërë bashkë partitë opozitare, po themi me Adriatik Lapajn, me Agron Shehajn, si e gjykoni? Kush të ta bëj bashkë? Ka pasur një organizim nga Ermal Hasimja, nga disa personazhe. Po, Ermal Hasimja, nga vjen Ermal Hasimja? Ermal Hasimja është i kopit. Pra, fillojmë prapë me Soros. Qa ka Ermal Hasimja? Qa do bëj Ermal Hasimja? Do mbledhi partinë? Do mbledhi personat partitë e tjera? Për më Ermal Hasimja aty ka qenë. S'ka bërë asgjë. Nga doli Ermal Hasimja? Ku e ka forcën ky njeri? Qa ka bërë ky njeri për të mbarë mbi shpatulla një veprim të tillë? Dhe ç'është kjo? Të mbledh partitun që pas 3 vjetësh partit, pastaj të dalin bashkë njërë gjatë tyre 3 vjetës, nuk di se ç'a ndodh, plas lufta. Unë nuk kam parë që ky të marrë përsipër të bëj takime për të hequr Ramën. A ka bërë në një kërkesë, ka në një kërkesë ky njeri, apo në një kontakt me Ramën? Për të parë se ku është Rama, se ç'a të flasim tashti në këtë takim. Ai ka kërkuar ai gjë Ramës këtu? Absolutisht asgjë. Po të futemi në takim, se ti mbledhim gjithë bashkë, që pas 3 vjetësh, kur të bëhen zgjedhjet ne të jemi bashkë. Po pas 3 vjetësh ku ndiun se ç'a ndodh? Pas 3 vjetësh ku ndiun se mas 6 muajsh Rama nuk e merr llapën e bo ministër, e bo këtu, e bo atje, si që bëri Dashin, e supozem. Ku e diun se nuk e mori qorrin e vuni këtu, nuk e di ku e mori këtë e vuni këtu. Nuk janë këto, nuk janë organizime të cilat do bëjmë aleancë 10 vjeçare. Të gjithë kikin. Partisë Demokratike po ikin njerëzit e vet që janë brenda. Tash Hasimja, çka ka bërë Hasimja? Se ti je këshilltari i Berishës. E pastaj dalësh, janë si puna këtyne. Llapa thotë, unë jam kryetari i partisë, po sot unë po dal si qytetar në protestë. Po kush e hakët? Kush e ha? Qa vlerë ka Hasimja në PD? Qa kontributi ka? Mu më tepër më duken këto lloj lërash për t'i zgjat jetën Ramës se sa për t'ia shkurtu. Më tepër është për t'a zgjat se sa për t'a shkurtu. Mlidhemi bashkë për çfarë? Duhet ne nuk jemi në kushtet e një strategjie 100 vjeçare. Ne jemi në kushte emergjencë. Në kushte emergjencë kërkojnë veprime emergjente. Dhe unë nuk shoh veprime emergjente. Tash mlidhemi bashkë që pas 3 vjetësh dalim bashkë në kundër Ramës. Po shturp. Pra ti e legjitimon atë dhe 3 vjet tjera. Kjo lloj lëvizje që bën Hasimja e legjitimon Ramën edhe 3 vjet tjera. Atëherë për çfarë del kjo opozitë në protestë? Se edhe këtej sigur nuk shkon. Këta nuk di domethënë, ta nuk e, ose që njohin politikën, ose janë mësuar me atë politikën e të majtës, vazhdojnë me politikën e të majtës. Se është e pamundur.
Mos t'hidhet një alternativë, një kaos, një gjë. Hajde të mlidhemi. Me qa kaos e mlidh? Qa alternative? Alternativa mas 3 vjetësh. Po që më duhet mu mas 3 vjetësh? 3 Rama pushtet mas 3 vjetësh. Edhe mas 3 vjetësh unë do vi. Se do t'dil ka mund mas 3 vjetësh me lapan e me qorin e me shejn e me kudi unë. Sa janë 100 e sa partijën. Bëhet liste gjatë. Nuk duhet vizion politik. Dhe këtyre mungon vizioni politik. Këta mendojnë se janë pedagog, janë këtu, apo janë atje dhe mendojnë ta se, për tje. Kë ka me vete kjo asimja me që ta di unë? Që unë zdej se ka njëri me vete. Asimja tjerë. Interpreto filani dhe e tjerë. A qa janë këto? Hajde, do vej me kom tok, apo s'do vej me kom tok? Nuk merren të shi, nuk merret kopi, prap me Sorosin, prap shoqëria civile, thonë. Prap ke Sorosin rrin ta. Nuk lëvizin nga Sorosin. I ka kap Soros si përfyllje dhe nuk i le. Nuk di se si ta cilësosh. Ti jesh në opozit dhe mos kesh alternativë me gjithë to qa bërë Rama, me gjithë to qa ka ndodhur. Një opozita dy ta kishe shduk me në 24 orë. A e do të bëjmë le dhe unë që mas 3 vjetës. Edhe këtë e që lëvizit madhe. Bashkim një opozitës. Turbe faqezes. Zoti Markoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit dhe juve.